وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. Në këtë dunja që ka adhurimi tina, por kjo nuk do thot që vetëm njerëzit duhet të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Çdo gjë që Allahu e ka krijuar në këtë dunja është e urdhëruar me ju nështruar Allahut e secila krijesë në mënyrën e vet. Allahu subhanahu wa taala nuk ka kërkuar pej besimtarëve dhe pej robërve të tina që vetëm ta njohin të vërtetën. Me njofti të vërtetën se Allahu subhanahu wa taala është një edhe është i pashoq, me njoftën ti që ka pas pejgamber më herët edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i fundit, është vula pejgamberike, me njoftën ti kush është Islami, me njofti argumenti i Islamit. Por se Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar besimtarët se pasi që ta njohin të vërtetën, me e pasu të vërtetën, me e thirrë të vërtetën, me ndihmu të vërtetën, edhe me vdek në të vërtetën. Shumica e njerëzve prej fitrës njerëzve është njohja e të vërtetës. Për fitrës njerijut është ai me qenë besimtar, me qenë musliman. Allahu subhanahu wa taala e krijon ato musliman. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se çdo fëmijë, çdo i lindur lind në fitrën e vet. Pastaj me kalimin e kohës duke u rrit, prend ato ose e bojnë të krishterë ose e bojnë ato jahudi. Do të thotë fitra e njerijut, qëllimi i njerijut është adhurimi Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada bil qist. Thot Allahu në Kur'an o ju të cilët e keni besuar Allahun. Allahu në këtë ajet i thret besimtarët. Bëni të qëndrueshëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Në çka më bëu të qëndrueshëm? Më bëu të qëndrueshëm në atë fitrën të cilën Allahu subhanahu wa taala ka krijuar ty edhe mua dhe ka krijuar çdo sen në këtu. Edhe bëheni dëshmitar të së drejtës. Cila është e drejta? E drejta dhe më bëu të dëshmitari së drejtë është që më bëu dëshmitari asaj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe nuk ka të adhuruar tjetër më meritor përveç Allahut subhanahu wa taala. Ajeti në radhë parë neve na urdhënon në disa pika. E para është qëndrueshmëria, të cilën duhet të pasna në fenë Allahut subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin lillahi. O ju që keni besuar, bëni të qëndrueshëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Më bëj qëndrueshëm në këtë fe. Tjetra që na mëson në ajeti është sinqeriteti me pas në fe. Nuk mundesh me konti i qëndrueshëm në fenë Allahu subhanahu wa taala, edhe pa qenë i sinqert ndaj urdhrave tina. Pa qenë i sinqert ndaj asaj se çka ka obliguar Allahu subhanahu wa taala ty. Pa qenë i sinqert në ato se çka Allahu subhanahu wa taala ka porositur tyje me vepru deri në ditën e gjykimit. Do thotë qëndrueshmëria në fenë e Allahut lidhet ngushtë me sinqeritetin që duhet me pasna në fenë tina. Pastaj bëni dëshmitar të së drejtës. Njeri i sinqert padyshim se është edhe dëshmitari i asaj në drejtës. E kundërta do të ishte se mos të ishte i sinqert, atina nuk do të mirë të dëshmia. Mos të ishte i sinqert, atina nuk do të pranonte besimin Allahun subhanahu wa taala, sikur të është besimi i munafikave, që e fshehin të vërtetë, e fshehin ato të cilën e mbajnë zemrën kufrin e tyre, që e mbajnë zemrat e tyre në gjoktat e tyre, edhe vazhdojnë me shfaqjen diçka tjetër para njerëzve. Ajeti vazhdon me tregu aty se dush me kon i qëndrueshëm në fenë Allahu subhanahu wa taala, përveç se i qëndrueshëm, me qenë i sinqert në fenë Allahu subhanahu wa taala, pasi që i ke plotësuar ti këto dyja, me vazhdu më kon dëshmitar i asaj drejte, më kon dëshmitar i asaj të cilën Allahu subhanahu wa taala ka thirrën ty. Edhe e fundit se në shka neve na thret Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet me qenë i paanshëm. Me qenë i paanshëm. Dynjaja vazhdon robin me ejosh, me ngre epshi dynjës dëshirat e kota në shumë pika, në shumë vija ndryshme. E që nga njëherë që to turbullime, nga njëherë që to valë të ndryshme, bëhen shkaktar që njerit, besimtarit, mi alkunde edhe imanin e tina. E që më buaj edhe i anshëm që me lutën imanin e vetë në dy rrugë, apo që thojna ndryshme në fjallë kështu, me lutën edhe me dy kartet e tina. Allah subhanahu wa thot në Kur'an, o ju të cilët e keni besuar Allahun, bëni të qëndrueshëm për hir të Allahut subhanahu wa taala edhe jeni dëshmitar të së vërtetës. Do të thotë me qenë qëndrueshëm në fenë e Allahut edhe me qenë i paanshëm në fenë e tij ndaj asaj të çka Allah subhanahu wa taala neve na ka obliguar. Allah subhanahu wa taala thot në ajetin tjetër se me qenë edhe për atyre të cilët e ndihmojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ndihma e Allahut, ndihma e fesë Allahut nuk ka nevojë për ty ose për shumë njerëz, për njerëz të cilët janë të fuqishëm fizikisht ose diçka. Ndihma e Allahut subhanahu wa taala bëhet vetëm për një njeri, ndoshta shumë i do fizikisht, ndoshta edhe nuk ka dituri të shumë, por se mjafton sinqeriteti të cilën e ka ai. Një hadith vetëm me e marrti tan jetën tënde. Vesh një hadith me e marr me e shpjeguar.
po se më kon I sinqert në atë hadith të cilin ti e shpjegon, edhe ja transmeton njerëzve pasha Allahun. Kjo ka më shumë ndikim se sa një person I cili mundet me shpjegue libra shumë, edhe e ka për qëllim diçka tjetër në dunjë se sa me ngrit fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Në kohën e Imam Malikut, rastin të cilin e kena përmend shumë herë, janë shkruar 40 libra me emrin Muwatta. Muwatta është një libër Imam Malikut që ka shkruar me hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe shkojnë njerëzit e Imam Malikut dhe I thonë, o Imam, thot po në kohën tonë janë të shkruar edhe 40 që si libra të njëjtë. Thot pse je tu munue ti? Thot pse je tu munue ti me shkruar? Thot pasha Allahun. Thot nuk kam me deri në ditën e gjykimit përveç ajo e cila është e shkruar me sinqeritet ndaj fesë Allahut subhanahu wa taala. Sot na e kena prezent librin Imam Malikut Muwatta, ama ato 40 tjera as nuk e dinë se kush I ka shkruar. Është e njëjta se me thonën, po në çeto ajete, çeto hadithe shka I të I kallëzuar ty, plot be hoxhallar në Kosovë I kallëzojnë, se plot hoxhallar në botë I shpjegojnë. Është e vërtetë që shumë hoxhallar kanë në Kosovë. Edhe ka shumë njerëz edhe në botë që ne shpjegojnë fen Allahu subhanahu wa taala. Ama nuk depërton te njerëzit. E as nuk ngritet te Allahu veç ajo e cila tregohet me sinqeritet ndaj fesë tina. Veç ajo e cila tregohet me sinqeritet ndaj fesë Allahu subhanahu wa taala. Shumë njerëz e ndihmojnë të vërtetën ndoshta. Shumë njerëz mundohen me kontribu për këtë fe. Ama janë të pakt ata të cilët Allahu subhanahu wa taala I bën sebeb që më ngritën feja të Allahu subhanahu wa taala. Në shumë lufta ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrën pjesë ndaj mushrikëve, besimtarët kanë qenë shumë grup I vogël. Ka has mushrikë që kanë qenë me mija njerëz duke luftuar Islamin, sahabët kanë qenë shumë grup I vogël. Edhe kjo I ka bue që shumë njerëz me ilkun. E thonë pa ata kanë më shumë edhe kanë ikë edhe kanë shufruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an: "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah." So grupet vogla I kanë mujt shumë grupet mëdha me emrin Allah subhanahu wa taala. Sot dikush më thon po ju po thirrni, ju po fani, po jeni pak. Jeni pak. Hiç nuk është e rëndësishme kjo. Muna me kon veç dy veta, muna me met veç vet deri në ditën e gjykimit. Veç I qëndrueshëm. Që kjo qëndrueshmëria është problem shumë sidomos në kohën ku jena të jetuar. Nganjëherë dynjaja, epshi I dynjajës, sprovat financiare, sprovat materiale. Këto mund të thon po kjo mbet veç dynja, mbet veç material. Çdo njëri prej njerëzve ndoshta një herë I ka ndodhur që kur ju ka ngushtuar kuleta e tina, ka vazhduar me menu dhe thënë tjera jashtë rrethit vet. Jashtë rrethit vet. Kjo është provë të cilën Allah subhanahu wa taala ja dërgon çdo njeri prej njerëzve. E që duhet më bëu shkak që po më bëhet tyje, me të bëu tyje qëndrueshëm në këtë fe. Kur e din njeri se sa është I qëndrueshëm, edhe kur e din robi se sa e don fen Allah subhanahu wa taala. Momentin që ti del jashtë rrethit tën, edhe I sheh njerëzit se ku jetojnë, edhe I sheh njerëzit se në çka jetojnë, edhe I sheh njerëzit se në çfarë rreth edhe në çka kanë rrethekuar veten e vet edhe në çka kanë rrethekuar qëllimet e veta jetësore, e sheh se sa rëndësishme është feja Allah subhanahu wa taala. Edhe kimë pas se për shka Allah, edhe kimë pas sigurt sinqeritetin edhe qëllimin kryesor të jetës sonde. Thot Allahu në Kur'an, vazhdoni ju edhe ndihmojeni të vërtetën, me të vërtetën. Vazhdoni edhe falni çdo herë të vërtetën, edhe mos asnjëherë mos jepni përparësi të kotës se Allahu subhanahu wa taala vazhdon me ja bëu provë për njerëzit. Sot shumica e njerëzve të tillë thrastin të kotën janë shumë, edhe ndoshta I kanë edhe mundësitë e mëdha shumë. I kanë mundësitë në rrjetet sociale të cilët janë më aktiv, I kanë mundësitë materiale të cilët kanë shumë material, I kanë mundësitë e njerëzve që ja shpërndajnë ato vërtet, sepse janë numër më I madh, ama kjo asnjëherë nuk duhet që neve me na bëjë të këndshëm. Nëse I sinqert që tash ka e fol, edhe nëse I sinqert që tash çka ti vazhdon me veprue, dije se ndoshta ti ke me vdekën që ta dhe nuk ke me pa një rezultat të ëndër. Por se Allah subhanahu wa taala mundet që mos vdekjes tonde, fjalët e cilën ti e ke thonë, apo veprat e cilën ti e ke bue, me bue sukses, me bue dëshmi për njerëzit. Të gjithë ju e dini rrallën Imam Buhariut edhe librin Imam Buhariut. Imam Buhariu gjatë jetës tina, këtë jetën e tina e ka quajtur në shërbim për me mbledh hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa që transmetohet se gjatë rrugës për me lyp një hadith, gjatë rrugës ka urinue 2 herë gjak. Për shkak mundit madh të cilën e ka pas rruga e gjatë, nxehti I madh edhe pesha e librave të cilën e ka bash çdo herë në shpinën e vet. Nuk ka pas ai kerr sikur na tash. Edhe me shkuar me kerrin me klimë, me nxehtje, me këtë, edhe me pasën shumë lehtë. Na edhe me kerr, me këtë çto shka I bojna,
si t'jem pak rrugë ma lartë të 2 orë, nuk kena vakt me shkue. Imam Buhariu ka shkue, sa që transmeton që ka shkue me 1000 kilometra larg në kom, edhe kur ka shkue ka pat personin duke e mashtru devën e vetë për me e ullën, edhe se ka marrë hadithin. Se ka marrë hadithin, si kur tash me në ndëllë neve, me shkue 200-300 kilometra larg, edhe në fund mos me mojt desë në tje dhe mu këthyje për kërgjajeq. Ta në rrugën është ta kish mi folë shka mos. Shkova dhe atje, së mbëllën ma, shkova dhe atje, shkova për to, edhe mos e kishmi marrë atë rrugë, ndoshta e kishmi lonën krejt. Imam Buhariu asnjëherë nuk e kalon këtë rrugë. Pse? Sepse e ka ditë shpërblimin e asaj të cilën punës që është të e buaj. Donë Allah subhanahu wa taala në fundin e jetës tina i ndoll një fitnë. Një hoxh i cili ka qenë prezant kohën Imam Buhariut e qet një fitnë se thot Imam Buhariu ka thonë se Kurani është i krijuar. Edhe këtë njerëzit, këtë alebet, këtë xhamati që janë në xhami, prezant e Imam Buhariu duke marrë dituri qohën për aty, edhe shkruan te ai hoxha dhe jetë Imam Buhariu veç me 2 ose 3 persona. Edhe vdes në gjendje edhe 2 ose 3 persona e vorrosin ata. Me e po se një imam, ka që i madhë, ka gjiturit madhe, ka që mundit madhë ka dhome për atë rrugë, pe vorrosin veç 2-3 veta, na sot thojna se një njeri që u konë i mirë, po valla, i mirë u konë se, po edhe më vorrim pa të kalablak, edhe më vorrim ti nga kënë gjitha ta njerëz. Që kjo është gjykimi të cilin na e bojna për jashtë të njerëzit se çfarë njeri ka mund me konën aj. Kur Imam Buhariu kanë vorru 2-3 veta, më sot libri më i saktë mas Kur'an, mas sërës Allah subhanahu wa taala, me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Sahihu i Buhariut. Sahihu i Buhariut përkundra fitneve edhe shprotet të ka pasur ai, don Allah që mas vdekjes të Imam Buhariut, libri i tij auditoria më ngritën edhe me kon dëshmi për të njerëzit deri në ditën e gjykimit. Ajo se çka duhet me luftue na çdo herë edhe me i dhënë vetes çdo herë kur ajo janë këto ngjarje të cilët na vazhdojnë me i lexue. Ngjarjet të cilat vazhdojnë me lexu jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jetën e pejgamberit më hershëm duke e pa Nuhun alayhis salam, i cili rreth 950 vite ka thirrë veç për me adhuru Allahun subhanahu wa taala, edhe deri në fund i kanë besu 12 ose 14 ose 16 ose 8 varet për transmetimit që kanë ardhur, veta e kanë besuar Nuhun në ato se çka po thot Nuhu alayhis salam. Tha që as djali vet, as gruaja vet nuk i besojnë Nuhut alayhis salam. Rreth 950 vite. Na një herë janë nismi, një javë vazhdojnë, një vjet të vazhdojnë, familja jonë si mos na don, me në rënë e qesni mlefin ton. Përsa feja Allah subhanahu wa taala nuk e don mlefin të cilin ti e ki për mbrana. Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e don që ti mlefin dush me shpozën dikun tjetër, ku ty të kërkohet, po jo se me njerëzit e ton, me njerëzit e tu, aty ku ti vazhdon me përhapën dinë Allah subhanahu wa taala. Pastaj wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa thot Allah nuk ran. Vazhdoni edhe bashkëpuno me njerëzit. Bashkëpuno me njerëzit në drejtësi edhe në devotshmëri ndaj Allah subhanahu wa taala. Vazhdo edhe thirrë njerëzit në ato se çka Allah ka urdhëruar ty. Vazhdo edhe thirrë njerëzit në devotshmëri ndaj Allah subhanahu wa taala, sepse ndihma e vërtetës asnjëherë nuk bëhet vetëm. Ndihma e vërtetë kërkon njerëz të cilët e ndihmojnë ato. Por jo dhe çfarë do njerëz, jo është me bua dhe numër, por se kërkon njerëz të cilët rreth parë e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala, edhe janë të devotshëm ndaj fesë sine. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa. E mos bashkëpuno asnjëherë me ata njerëz të cilët vazhdojnë me e fsheh ose me e mvesh vërtetën me të kotën, edhe e mshefin të vërtetën. A ka njerëz të cilët e mshefin të vërtetën? Po ka njerëz. Shumë njerëz e dinë fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Shumë njerëz sot edhe e kanë studiuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Ama kur dalin front, kur dalin mejdan, me e folën para njerëzve i shohmi vështirësitë. Ajo se çka e shef një hoxh te njerëzit nuk mund me e pa e xhamati asnjëherë. Vështirësitë të cilat mundet me i pa një hoxh gjatë thirrjes, gjatë rrugës thirrjes, nuk mundet me i pa xhamati asnjëherë ato. Pa u ulën karrikën e tina. Edhe ka një çto vështirësi i bën që njëri me menuar diçka tjetër. Edhe me vazhdu edhe me mshefën që të vërtetën, me mshefën me të kotën edhe me mshillat me të kotën, edhe me vazhdu me i thinë njerëzit në ta. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë ishte me sahabët, vazhdoi me bue një vije drejt, një vijë trash edhe drejt. Edhe mas asaj e bënë disa vija të holla edhe të vogla disa rrugita. Tha kjo e drejta tha është rruga Allah subhanahu wa taala që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që në krye të sajna qëndron Kurani dhe Suneti. Dhe sa qëto rrugica janë epshet edhe zonat e cilë kanë me ju thirrë juve çdo herë, e që në krye të sajna çdo herë është ka një shejtan. Ky shejtan mund të konë çdo lloj, mund të konë sistem, mund të konë njeri, mund të konë njeri dijes, mund të konë me kapur,
çfarë do njëri, veç që pejgamberi ka thonë në krye thonë është një shejtan I cili ju thret juve në devijim. E çka rruga e cila e ndjek besimtari, që në krye thonë është Kurani ose Suneti, kjo e doni mundim. Kjo e doni mundim. Kur Allah subhanahu wa taala e ka krijuar xhenetin, e çon Xhibril alayhis salam edhe me I thonë shko këshir se çka kam krijuar në xhenet. Kur shkon Xhibril alayhis salam, edhe vazhdon me shikue për të mirat të cilat Allah subhanahu wa taala I ka krijuar në xhenetin e tina, Allah na bëv pjesë e xhenetit tina, e shef se pas ka kriju Allahu diçka që thot pejgamberi sa diçka që syni unë se ka pas njëherë. Veshi s'ka mujt me një për ato të mira asnjëherë. E asmenja e njerit nuk mund të më shkua asnjëherë me paramenu diçka për ato të mira. Ai thot Xhibril alayhis salam Allahut, ja Rab, thot çka pas ke krijuar ti në xhenetin ton, thot nuk pas ka më met njeri pa hijen ta. Thot Allahu subhanahu wa taala porse vazhdo dhe dil rreth murave të xhenetit. Edhe shikos se me çka Allahu subhanahu wa taala e ka rrethuar xhenetin. Kur del Xhibril alayhis salam, edhe I shën muret e xhenetit ka më I pas provat. Kam I po sprovat e mëdha, belot e mëdha që kanë ndodhur besimtarit. Thot ja Rab, thot me çka pas ke rrethkuar, thot xhenetin ton, thot nuk pas ka më mit njeri më ju afru vetëm ata të cilët për një janë devotshëm rreth fejes tonë. Xheneti asnjëherë nuk arrihet me rahatin të cilën ti e kije. Thot Ibn Batta el-Ukbari në librin e tij El-Libanet se kush e njeh Allahun subhanahu wa taala, kur është ai në rahati, kur jeti rahat, kur nuk I sprova, dije se ai ka me njoft ato dhe kur është në vështirësi. Ama kush e harron Allahun subhanahu wa taala, në rahatin e vet, kur nuk e ka asnjë sprov, kur nuk e ka asnjë bela, ky person nuk ka me njoft, edhe as nuk ka më kujtu Allahu as kur I ka vështirësitë e veta. Këtu e sheftin I pasqyrë se pse njerëzit devijojnë në momentin e sprovës parë. Pse devijojnë në momentin e sprovës parë? Devijon se kur okon rahat atje, kur nuk e ka pas asnjë sprovë, nuk e ka pasuruar veten me namaz vullnetar, nuk e ka pasuruar veten me agjërim vullnetar, nuk e ka pasuruar veten me pasim vërtetës, nuk e ka mbush gjyksin e vet me dhikr, me lexim Kuranit, edhe kur vjen sprova, ky mos ka me çka me mbrojtën. S'ka me çka me mbrojtën, edhe sprova e parë ky bjen. Sprova e parë ky devijon. Ndërsa kur I shohim ata të cilët e kanë kaluar sprovën, edhe vazhdojnë prapë me kon besimtar në fenë Allahu subhanahu wa taala, e dinë se ky person para se me I ndodh kjo bela, para se me I ndodh kjo sprovë, e ka ushqyer veten e vet atje. Thot Ibn Kaimi, thot gjunahit e robit, thot është sikur se pema. Pema vazhdon me lëshuar rroj. Edhe nëse besimtari nuk pendohet, është sikur sa ai personi I cili shkon edhe nuk mund me e prek atë për shkak të rrojeve të thella aty. Edhe thaj se e pret vitin tjetër. Vitin tjetër ajo nuk ka mu dobësua, edhe se ka mu bë edhe më e fortë. Nitë është edhe gjunahi në zemrën e robit. Nëse nuk pendohesh për një herë, ajo ka me vazhdu me lëshuar rrojë në zemrën tënde. Edhe ka me vazhdu edhe me nxjerr ato edhe me ngurcu zemrën tënde. Vitin tjetër kimë e pasën ti edhe matëron për me u pendu te Allahu subhanahu wa taala. E kur vjen sprova ti mund nuk kije se me çka me I dal asë na përpara. Nuk kije se me çka me ju përball asë na Allah na bëf të ndryshëm në fenë tina. Pastaj, përveç se qëndrimin të vërtetën, edhe thirrjen e të vërtetën, robi duhet me u mundu edhe me ndryshuar të keqen të cilën e shet njëri. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kush e sheh juve ndonjë të keqe e cila vazhdon me ndodh në mesin e juve, le ta ndron ato me dorën e tina. Le ta largon ato me dorën e tina. Thot po nëse nuk mund ato me dorën e vet, le ta largon me gjuhën e tina. Vazhdo fol kundër sajna. Ngritë zonin ton kundër asaj të keqe. E nëse nuk po mundesh as me gojën tonë, nuk po tipet kjo mundësi, atëherë mundo që ato me urrejt në zemër, a më dije se që kjo është shkalla më e ulët e imanit. Në të keqet e cilën na vazhdojmë me pa të njerëzit tash, në rrugë atje. Edhe nuk folmi kundër sajnë, nuk mas pari nuk e ndryshojna me dorën tonë, nuk reagojna me durët tonë, nuk reagojna fizikisht. As nuk folmi kundër sajna, por se veç e urrejna në zemër, kjo është shkalla më e ulët e imanit e cilën mund me pa besimtari. Ma e pakta se çka do të me bëu është me thonë se çto shka I të vepruar ti nuk është e lejuar. Çto shka I të vepruar ti ka ndalu Allahu edhe ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Unsuru akhaka zaliman aw mazluman." Ndihmoje Allahun ton në padrejti edhe kur I bëhet atij na padrejtisht. Ndihmoje Allahun ton kur I bëhet atij na padrejti edhe kur është në padrejti, kur është ai në zullum. I than sahab, o dërguari I Allahut, kur I bëhet atina pa drejtësi, pedina që shmini muna atina. Se I bëhet pa drejtësi, vazhdon dhe reagon edhe e mbron ato. Thot, për kur ai është të bëhet vetë pa drejtësi, thot që shmini mua atina.
Kur është ai vetë të e bu padrejtin, kur është ai vetë zullumi, ti ndihmon atin duke e këshilluar ato, duke e nal ato. O zotni, çto shka të vepruar ty? Vallahi thotë, çështu nuk ka urdhëruar pejgamberi alayhis salam. As çështu nuk ka urdhëruar vetë Allahu subhanahu wa taala. Vazhdon edhe e nal ato, e nuk e lën padrejti. Shumica prej neve i shohmi njerëzit tash duke bu gibet, i shohmi njerëzit duke devijue, edhe nuk shkojnë me i nal. Ti si besimtar, ti si musliman dush me pasë ndër llavin ton. Dush me pasë ndër llavin ton me shku edhe me e nal me durët e tua mas pari. Pastaj me e këshillue. E nëse asnjë nga prej tyre nuk bën dobi, atëherë do të më urrejt veprën të cilën është duke bëj me zemër, apo do të më digjoni për njerëz se kjo është shkalla më e ulët e imanit të cilën na kena. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe mësimet të cilën na imanë për këtë se na mëson se zullumçarin duhet me ndihmue duke rikthyer ato në të vërtetën, duke kthyer ato në drejtën. Tjetra është se duke ndihmuar zullumçarin vetëm se bëu duke pengue ato në ato çka është e bëu, edhe duke ndër ato për padrejtia. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as-sakitu anil haqqi shaytanun akhras. Thot ai i cili vazhdon me e rujtën, ai i cili hedh ndaj vërtetës, është vërtet sikurse një shejtan i shurt. Ai i cili nalet edhe nuk hedh do thot ndaj vërtetës, është sikurse një shejtan i shurt që nuk vazhdon me reagu asgjë. Thot në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati qa'imin 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum. Thot nuk kam më unal thot asnjëherë një grup i umetit tan, i cili ka me thirrën çdo herë në të vërtetën, e që nuk ka më ju bue asnjëherë zullum kush i kundërshton ata. Ky grup nganjëherë mund të më zhvullu me 3 veta, nganjëherë mund të më urrit me 10.000 veta, nganjëherë mund të më urrit me bue miliona, a mund të thot ka me qenë grup i kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit që ka me ndihmuar këtë vërtetë. Edhe asnjëherë këtij nga grupi nuk i ka bërë dëm askush që i ka kundërshtuar ata. Sepse ai i cili heq drejt vërtetës, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-sakitu anil haq shaytanun akhras. Ai i cili heq ndaj vërtetës është një shejtan i shurt. Zhanjoni për njëri i cili është si strategji që tas po foli se pak metoda, pak koha, dije që ky person vetë se është shndrua me një shejtan të shurdhët që i cili bëhet se kishte nuk punin as i devijim tek njerëzit. Ma e pak tash ka mundesh me bëti është me thonë një fjalë. Me thonë një fjalë me gjuhën tënde. Me reaguar diçka me gjuhën tënde. Nëse ke njëri në familje, duhesh me marrë dhe me ulë dhe me këshilluar me durët e tua. Nëse ke njëri ku i edhe ki ndikim te ai, duhesh prapë me marrë me durët e tua dhe me këshilluar ato. Nëse ke njëri në vendin tonë se ku jeton edhe ki ndikim te ai, merre me durët e tua dhe këshilloj ato dhe mundohu që me rikthyer ato në vërtetën e Allah subhanahu wa taala. Me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na bën edhe një me dije. Gjithmonë pej kohës tina deri në ditën kur Allahu ka me e shu këtë dynjë. Deri ditën kur Allahu subhanahu ka me i dhon urdhën Israfilit me i frysurit me ndodh kiameti, s'kan mundollën njerëzit duke thënë për të vërtetën edhe duke luftuar për të vërtetën. Allahu na bëj për atyre të cilët çdo herë kontribuojnë që fjalët tina më kon më anata. Al-mu'minu maratun akhihi al-mu'min. Pse çdo herë na duhet me ndihmu Allahin ton edhe me këshillu ato. Sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se besimtari është pasqyrë e besimtarit tjetër. Ti për mua je pasqyrë. Qysh je pasqyrë? Ti mi kallzon mua gabimet ku i kam. Nëse unë jam duke gabu dikon, nuk dosh me mblon ato. Nuk dosh me mblon mua me shkuet e poshtë, por se dosh me ardh më bë pasqyrë për mua që unë me i pa gabimet e mia. Pastaj me gjet mënyrën e kritikës, me gjet mënyrën e këshillimit. Jo çdo njeri e don me këshilluar me të fortë. Dikush e don me të butë. Po jo çdo njeri e don me këshilluar me të butë, dikush e don edhe me të fortë. Jo çdo njeri e don me këshilluar vetëm me fjalë. Dikush don edhe me këshilluar edhe mënyra tjera. Elhamdulillah, Allahu subhanahu wa taala na ka treguar edhe mënyrat se çish këshillohen njerëzit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka edukuar edhe për mënyra se çish duhet me këshilluar na njerëzit. Me fjalë edhe mënyra ndryshme Allahu na bëj për atyre që çdo herë kontribuojnë që me i thirrën njerëzit në të vërtetën. Thot Imam Shafiu Allahu më shërote, men lem jansur il haqqa faqad radiya bil batil. Kush nuk e ndihmon të vërtetën, as me fjalët e tina, as me isharetet e tina, as me gjymtyrjen, as fizikisht, dije se ky person vetë se është i kënaqur me të kotën. Men lem jansur il haqqa, kush nuk e ndihmon të vërtetën, faqad radiya bil batil, ky vetë se u kënaq me atë kotën e cila është fashë para tina. Ai janë ata të cilët i natë kënaq me të kotën e cila ekziston në vendin tonë. A i natë kënaqur me ata të cilët njerëzit vazhdojnë me pasuar të kotën dhe kanë harruar fen Allah subhanahu wa taala.
Padyshim se çdo herë duhet të më bëhet ndihmës i fesë Allahut subhanahu wa taala. Feja Allahut çdo herë kërkon njerëz të sinqertë që ndihmojnë ato me fjalë, edhe mënyra tjera si ndihmon feja Allahut. Thotë Ibn Kaimi el haqqu ya'lu wa la yu'ala alayh. E vërteta ngrihet edhe nuk mund të ngrihet askush mbi ta. Fjala Allahu subhanahu wa taala, ajo ka më ngrit edhe nëse ti nuk fol ndaj saj. A më dije se asnjëherë ti nuk i më kom për miqë të vërtet. Fole kundër, nuk fole kundër, veprove kundër, nuk veprove kundër, i thirrë njerëzit kundër saj, nuk i thirrë njerëzit kundër saj, asnjëherë nuk i më kom për miqën Allahu subhanahu wa taala. Sa më shumë që njerëzit vazhdojnë me fol kundër saj, ti vetë se kimë pa sa më shumë njerëz që vazhdojnë me pranuesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë muna me paraqit vetë një përvoj temën pej momenti kur jam kthyer prej studimeve dhe kam vazhduar me folën me moj derse, sa kom po më shumë njerëz të cilët kanë vazhduar me pranu fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Përkundazi zonave të kundërt që çdo herë kanë qenë zona kundërt që për me inalen njerëzit për këtyre mezhliseve apo për me inalen njerëzit për me ndëgju fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Al haqqu thaqil wa hamluhu qalil. Thënë dietar se mbajtja e të vërtetës, apo thonja e të vërtetës dije se është e rëndë, ama njerëzit që cilët e bartin ato janë të pakët. Fjala e të vërtetës, thonja e të vërtetës, fjala Allahu subhanahu wa taala, paslimi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe thirrën këtë rrugë dije se është e rëndë. Edhe nuk i më pasën rahatim ndaj saj asnjëherë. Ama njerëzit të cilët e bartin ato barsit e saj çdo herë janë të pakët. Thotë Ibn Taymija, Allahu më shoh se ndihma e të vërtetës është obligim sipas fuqisë edhe mundësisë të cilën e ka njeriu. Ata të cilët kanë pasur mundësi me ngrit fjalën e Allahut subhanahu wa taala me durrët e tyre, me mundin e tyre, me pasurinë e tyre, e kanë bërë me ato sipas mundësisë të cilën e kanë pas ata, Allah i shpërbleft për mundin e tyre. Ata të cilët kanë mundësinë që me fjalët e tyre, me lapsat e tyre, me ndryshuar edhe me ndryshuar kotën, thotë me bot vërtetën edhe me ngrit fjalën e Allahut subhanahu wa taala, edhe ato ju lum dora, ju lum lapsi, edhe Allah i shpërbleft ata për mundin e tyre. Ata të cilët vazhdojnë me ngrit vërtetën, me moralin e vet, me sjelljen e vet, me ecjen e vet, kjo çdo njëri prej tyre, siç thotë Ibn Taymija, mundet me ngrit të vërtetën e fjalën e Allahut subhanahu wa taala sipas mundësisë që e ka. Jo çdo njëri prej neve duhet me këshir se pikën më të lartë nuk po më arrit edhe tash mos më veproj kur gjokto. Nëse nuk mundesh me arrit pikën më të lartë, ti mundesh me arrit diçka të vogël që tu ka dhënë tyje mundësia tash. Vazhdo dhe shfrytëzoj çdo moment edhe çdo mundësi të cilën Allahu subhanahu wa taala ka dhënë ty. Omer radiallahu anhu thasë la khayra fi qaumin la yatanasahun. Nuk ka asnjëherë hajër. Tani popull i cili nuk vazhdon me këshilluar njëri tjetrin. Thotë Omeri, Allahu çfarë të kënaqë prej tina, se largohet mirësia prej njerëzve. Për atë popullit që ata asnjëherë nuk vazhdojnë me u këshillu me njëri tjetrin. Qoftë edhe me një hadith, qoftë edhe vesh një ajet i mjafton si këshill ndaj njëri tjetrit. Andaj e vërteta apo ndihma e vërtetës në praktik vjen me fjalë të cilat vazhdon me i thonë ti, duke thonë vërtetën edhe duke i larguar njerëzit nga kota, duke dëshmuar drejtësinë, duke përhapur diturinë të cilën ti e ke, qoftë ajo dituria e madhe, qoftë libra të shumta apo qoftë dituria e pak, mjafton vesh 40 hadithe me i ditën, me çato 40 hadithe me vazhdim me këshilluar njerëzit, veç me qenë sinqert to, ka me dhënë Allahu bereqet në to. Edhe me konë i paanshëm. Tjetra është me vazhdue edhe me veprat e tua, duke praktikuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i ndihmuar ata të cilët janë më dobët se ti, duke vazhduar duke ndaluar të keqen tënde me dorën tënde, edhe duke mbështetur çdo projekt i cili është hajër të njerëzit, edhe çdo projekt me të cilin ndihmohet fjala e Allahut subhanahu wa taala. Tjetra ndihma e vërtetës bëhet edhe me pasurinë të cilën ti e ke dhe ka begatuar Allahu subhanahu, duke dhënë sadaka, duke ndihmuar çdo njëri prej talebeve, çdo njëri prej muslimanëve dopt që nuk po mundet me vepruar diçka, ka dhënë Allahu subhanahu ty pasuni, ka furnizuar Allahu me të mira, vazhdo edhe ndihmoj ti kjo hyn në kapitull apo hyn në derën e ndihmës të vërtetë ndaj fesë Allahu subhanahu taala, apo duke mbështetur ndijen për kthimin e librave ndryshëm, ndjekjen e mësimeve ndryshme, për krahjen e mezhlisave apo mezhideve ndryshme ku njerëzit vazhdojnë me marrën dituri e cila i udhëzon ata në fenë Allahu subhanahu taala. Edhe tjetër se si ndihmohet e vërteta ndihmohet edhe me durimin të cilën ti e ke. Inna Allaha ma as-sabirin, tha Allahu nuk kanë se Allahu çdo herë është me durimtarët. Dëpohet ndonjë sprov, vjen ndonjë bela, vjen ndonjë fitnë, bë durim dashona. Shumica prej neve në momentin që ndodh fitna jena të padurueshëm, edhe shpërthejna. Kur heket sprova, kur largohet ajo fitne, vazhdon uji me u kfjellën i bina pishman. Pas në reagua pak
shpejt, pas na fol pak shpejt. Çdo herë kur ndodh në fitnë në mesin e njerëzve, është mirë besimtari me u largu prej saj, sepse uji turbullohet aty. Edhe me e pritën deri që të qetësohet situata. Deri vazhdon uji me u kthjellë. Momenti që kthjellet uji, e shet të mirë se për shkak ku ngjarja, edhe e shet mirë se ku kon fija e fitnës, kush o kon kryesorja se fitnë, kush e ka bu këtë fitnë, si u ndihmu, si u përhap ajo fitnë, e shet shumë qartë. Momenti që ndodh fitnja edhe ti përzihesh në to edhe hen ujin e trubullt, kime hupën edhe ti, edhe kime vazhdu më bu pjesë asoj fitnë edhe ti, ngjarjet e cilat na kanë ndodhur neve më herët, edhe jena dëshmitar vetë të këtyre. Tjetra edhe e fundi se si ndihmohet, e vërteta ndihmohet me edukatën e mirë të cilën e ka besimtari. Asnjëherë e vërteta nuk ndihmohet me fjalorin e keq të cilin ti e ke. Je duke debatuar me dikon, asnjëherë mos përdor fjalor tashpër. Asnjëherë mos përdor fjalor të keq që e ofendon ato, se nëse don me bind ato, me ndihmu ato dhe me kthjet në fenë Allah subhanahu wa taala, i bun ndaj tina. Thot Allahu në Kur'an, edhe kur debatoni me ehlu kitabin, fajadilhum billati hiya ahsan, debato me ta me atë e cila është më e mira. Nuk po thot Allah subhanahu wa taala billati hiya hasan. Hasan është diçka e mirë, po thot billati hiya ahsan, edhe më e mirë se ajo. Edhe vazhdo më bue i bundaj sana. Kur Allah subhanahu wa taala e urdhoi Musën me Harun alayhi salam për me shku te Firauni edhe me tregu fenë Allah subhanahu Firaunit, i tha wa qula lahu qawlan layyina. Edhe thuni atina fjalë buta, fjalë të mira, fjalë lejin është diçka edhe më e butë se e buta me thonë në shqip. I thanë ata, wallah, thot o Zoti jon, thot na më shku te Firauni ai cili thot zot vetë thoshte taguti më i madh që ka ekzistuar në rrugën doktor na më shku mi thonë atë fjalë buta, ndoshta ai mundet me na kundërvy neve. Thot Allah, unë jam me juve për mas. Ju vetëm vazhdoni edhe kryeni misionin e juve. Nëse dëshiron që çdo njeri për njerëzve me debatu edhe me kthye në të vërtetën, që me pranuaj fjalën e Allahut subhanahu wa taala, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëhet me edukatën dhe me qetësinë tonë të cilën ti e ke. Nëse dëshiron që atina me ia thym, nëse Allah subhanahu wa taala e ka shkruar udhëzimin për to, Allahu na bëj çdo herë sebeb për udhëzimin e tjerëve. Shembull se çysh me qëndruar në të vërtetën e kene edhe shembull të sahabët edhe të dietarët e mëhershëm. Që e kena rastin e Musab ibn Umerit ku thotë ku ai e la pasurinë e vet. Pozitën e vet të cilën ka pasur në ku ka jetuar ai vetëm për me përhap Islamin në Medinë. Musab ibn Umeri ka qenë në Mekë një prej më të pasurve të Mekës. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar në Medinë, duke bue davetin në Medinë, duke ndërtu shtetin islam në Medinë, këtë pasurinë edhe pozitën e vet, namin e madh që e ka pas me net e kalon edhe ka shkuar në Medinë për me ndihmu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikon njëri për ne më kon tash me një qytet tjetër ose me një qytet tjetër, më kon më i pasur aty vend me pas emër në atë vend. Por se muslimanët janë duke formuar fjalë, janë duke e parë fjalën e Allahut në vendin tjetër. A mund na me bue çeto? Që pasurinë tonë, apo që pozitën tonë, që fjalën, që famën tonë me dhon për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe me shku edhe me ndihmu fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Është pak e vështirë kjo me vazhdu edhe me qitë në praktikat tona. Shumica prej neve ngjarjet e sahabëve kur i lexojna, edhe ngjarjet e dietarëve kur i lexojna vetë si dije edhe si rreshta që më kaluan një libër dhe më thonë që unë e lexova një libër. Ndërsa faktikisht ajo nuk lexohet. Ajo mësohet edhe vazhdohet për me u fut në praktikat tona. Qëndrimi e Abu Bekrit Allahu qoftë i kënaqur për një pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë njerëz vazhduan në ulkun në imanin e tyre. Abu Bekri tha se kush e adhuronte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, le ta dinë se pejgamberi sa vetë ka vdekur. Dorsa kush e adhuron Allahun subhanahu wa taala, Allahu është i gjallë dhe ai nuk vdes asnjëherë. Kjo është ndëshmëria të cilën e ka pasur Abu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me ta, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo gjithë ju e dini rastin e Imam Ahmedit. Imam Ahmedi vetë ka i burgost, torturat mëdha. E kanë rreshë shumë, daja ky madh, tortura e madhe që ja kanë bërë mutezia së kohë, veç për me thonë një fjalë se Kurani është i krijuar. Njerëzit jashtë burgit, rrenin me fletalebet jashtë burgit, rrenin me fletore në dorë. Se nëse Imam Ahmedi thonë se Kurani është i krijuar, na sot kishim me ditë se Kurani është i krijuar. Imam Ahmedi vazhdoi me qëndruar në ato, përkundër asaj torture dhe atij maltretimit që cilin e pat, vazhdoi me qëndruar ato duke thënë se Kurani nuk është asgjë vetëm se fjala e Allahut subhanahu wa taala, edhe sot na e dina se Kurani është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Ku e di ti? Do sa sprova e cila ndodh ty mëret me kohën mësim
Mund të më konë mësim edhe udhëzim për shumë gjenerata të cilat vinë mas teje për shkak të ndushmërisë tënde. Por nëse lëkundja jote mund të më konë zullum edhe zarar për shumë gjenerata tjera të cilat mund me orë mas teje. Prandaj Islami, Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësojnë neve që me menue për atë se çka ka me orë mas teje. Jo me mendu veç vetën edhe me këshyrën komfort apo luksin çdo njëri të vetës tina. Por se me mendu se tash që ta fëmijët e janë të urritën, çka po urritën. Çta fëmijë kanë me orë një gjeneratë, mas kjo kanë me orë gjenerata tjetër, me menue në çka kanë murrit ta. Çka jena të pununa që m'ja shërby këtynve. A jena të pununda në diçka që këta kur rritën me pasën, me mësue, ku me mësue këta fjalën Allah subhanahu taala. A jena të pununa në diçka që këta kur rritën me urritën disa burra që kanë me ndihmu umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo shënëri për neve jena të punu veç për me rujt vetën tonë, për me ngrit vetën tonë, edhe gjenerata që ka vjen, edhe këta në punu që shkina punuena. E që kjo nuk është edukata të cilën neve na jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, pse është e rëndësishme që çdo herë të ndihmohet e vërteta, sepse ndihma e vërtetës është sheja kryesore e imanit tonë. Ndihma e vërtetës është sheja kryesore e besimit të cilin të kenë Allahun subhanahu taala. Pastaj, ndihma e vërtetës çdo herë sjell tek njerëzit, ndoshta periudha të cilën je duke thithën vërtetën ka me pas fitnë të mëdha, por te gjenerata që ka me orë masanena kanë me jetuar një periudhë me fjalën Allah subhanahu taala. Gjatë kohës kër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu e përhap fjalën e Allahut subhanahu pa lufta të shumta, pas fitnë të shumta, pas prova të mëdha, por se në kohën e halifeve drejt muslimanët vazhduan me jetue në drejtësi, vazhduan me jetue me një rahati dhe me një jetë komfort në bazë asaj që ka zbritur Allahu subhanahu taala dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj përhapja e vërtetës çdo herë ka me pasur dobi te gjenerata e cila ka me ardhur mas neve, që me jetu ata në fjalën e Allahut subhanahu taala. Ndihma e vërtetës çdo herë është drita e imanit tonë që ka më ndërmjetësuar për ty në varrin tonë edhe ditën kur dash para Allahut subhanahu taala. Ndihma e vërtetës është obligim, detyrë, vajib për çdo njeri prej neve sipas mundësisë të cilën e ke ti në bazë asaj që e përmendëm për Sheikhul Islam Ibn Taymiyes. Pastaj, ndihma e vërtetës apo thonja e vërtetës asnjëherë nuk është për ty në shpim. Zjarë është ngritje për ty edhe ndirë për ty. Asnjëherë mos e ni veten të nënçmuar nëse ti e duke thonë diçka edhe je i sigurt se çfarë që ai të e folti e ka thonë Allahu edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndihma e vërtetës përveç kësaj që është ndërë, është detyrë, është obligim, don edhe mundin ton, don edhe sakrificën tonë të cilën ti kemi pasur për Allahun subhanahu taala, edhe ndihma e vërtetës dije se e ka rrugën e cila ka vetë një stacion. Stacioni i cili është xheneti i Allahut subhanahu taala. Wa bashiril ladhina amanu wa amilu salihat. Edhe vazhdo dhe përgëzoj ata të cilët e kanë besuar Allahun subhanahu taala, edhe kanë vepruar vepra të mira, anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, sepse për ta Allahu subhanahu taala e ka premtuar xhenetin që nën to vazhdon edhe rrjedhin lume të ndryshëm. Allahu na bëj prej tina. Ne lutim Allahun subhanahu taala që më na bëj për atyre të cilët e mësojnë të vërtetën, e qëndrojnë në të vërtetën, pastaj vazhdojnë me e përhapën të vërtetën deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun subhanahu taala që me i bashku gjithë muslimanë me një sakt vetëm, me i zbu zemrat e tyre dhe me i bë ata pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun subhanahu taala që me na bën neve pjesëtar të xhenetit Firdaus atje ku do të jenë pejgamberët, me shahidat, me njerëzit e sinqertë, me njerëzit e mirë, ku ka shoqëri më të mirë se këta. Aqulu ma tasma'una wa ana khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.